Si rezultati veprimeve intensive hetimore dhe punës së pandërprerë të specialistëve për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës, është bërë i mundur dokumentimi i 2 rasteve të veprës penale, shkatrimi i pronës me zjarr, si dhe identifikimi dhe shpallja në kërkim i 2 shtetasve të dyshuar si autor të këtyre ngjarjeve. Nga hetimet e kryera është bërë i mundur verifikimi i shtetasit 27 vjeç banues Vlorë me inicialet FI, i cili dyshohet të jetë autori i një ngjarjeje të ndodhur në datën 2 mars 2026 në lagjen Pavarësia, ku janë djegur me zjarr 2 automjetet parkuara. Konkretisht është djegur një automjet tip Benz në pronësi të një shtetasi 63 vjeç, si dhe një automjet tip BMW në pronësi të shtetasit 68 vjeç, të 2 banues në Vlorë duke shkaktuar dëme materiale. Gjithashtu nga veprimet hetimore ka rezultuar se shtetasi 34 vjeç banues në Vlorë dyshohet të jetë autori i ngjarjes së ndodhur në datën 3 mars 2026 rreth orëve të para të mëngjesit në lagjen Isa Boletini, ku dyshohet se ka djegur me zjarr një dyqan në pronësi të një shtetasi. Si pasojë e zjarrit u shkatkuan dëme materiale në ambientin e biznesit. Dërgohen në përfundim të veprimeve të para hetimore dhe proceduriale. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë për veprën penale shkatrimi i pronës me zjarr. Strukturat e policisë së Vlorës në bashkëpunim me prokurorin vijojnë ndërkohë punën për lokalizimin, kapjen dhe ndalimin e këtyre shtetasve, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të këtyre ngjarjeve dhe verifikimin e mundshëm të përfshirjes së tyre në raste të tjera të ngjashme kriminale.